Pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ju e dini se khalifatin e morë në dorë pra Ebu Bekri radiallahu anhu. Dhe gjithë muslimanët në kohën e Ebu Bekrit radiallahu anhu janë pajtuar se më meritori për këtë post është Ebu Bekri radiallahu anhu, për shkak të moshës së tij, për shkak se ishte i pari prej burrave që e pranoi Islamin dhe për shkak të vlerës të cilën ja kishte dhënë vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe Ebu Bekri radiallahu anhu njerë pat problem me renegatët, pra me disa fise të cilet u larguan prej feje pas vdekjes pejgamberit alayhis salam, pastaj u kthyen përsëri në Islam dhe filloi pak të përhapet shteti Islam, mirë po nuk pat shumë hapësirë që të përhapet shumë kohën e Ebu Bekrit radiallahu anhu, për shkak se edhe khalifati i tij zgjati pak, edhe problemet e mbrendshme që i kishin pra derisa u konsoliduan çështjet e shtetit Islam, për këtë shkak edhe nuk mundit që të përhapet shumë shteti, ndërsa në kohën e Omerit radiallahu anhu u përhap shumë më shumë shteti Islam. Dhe kjo shkaktoi që të ketë nevojë që muslimanët në letrat e tyre ta shkruajnë një datë, sepse tash letra u thon shumë më shumë dhe është çështje problematike nëse nuk shkruhet data, dhe çështjet administrative të shtetit janë shtuar shumë më shumë, nuk është si më herët, andaj është e nevojshme. Për këtë shkak edhe Ebu Musa el-Eshari radiallahu anhu, njëri prej shokëve të pejgamberit alayhis salam, i dërgoi një letër Omerit radiallahu anhu dhe i tha po na vijnë letrat nga ti, mirë po nuk kanë datë, nuk shkruhet se është prej te, mirë po nuk e dim kur e ke dërguar këtë letër. Dhe kjo është me rëndësi, ndoshta jo në gjitha çështjet, po ka çështje në të cilat është me rëndësi që të dihet kjo gjë. Për këtë shkak edhe Omeri radiallahu anhu, siç e kishte zakon, i tuboi ata sahabë të mëdhej që kishin mbetur, pra që kishin mbetur gjallë, gjithësisht pjesëtarët e Bedrit dhe edhe disa sahabë tjerë të ditur dhe të mëdhenj, pra të rëndësishëm. Më herët, ndoshta dikush mund thoj, më herët si kanë matë, do me thonë, vitet arabët, apo çfarë kalendari kanë pas arabët. Më herët arabët i kanë pas këto 12 muaj hënor, këto 12 muaj kanë ekzistuar, pra. Mirë po vitet, numrimi i viteve nuk ka qenë me numra rëndor, 1, 2, 3, 4, po ka qenë sipas ndodhisë kryesore që ka ndodhur në atë vit. Për shembull, vitin kur Ebreha me elefantat e tij deshti që ta sulmoi Mekën, e quajtën viti i elefantit, apo Amul Fil, për shkak se ndodhia më e madhe që kishte ndodhur në atë vit ishte ndodhia e elefantit. Pra kjo ishte ndodhia më e madhe që ndodhi në atë vit. Dhe kështu me radhë, vitin tjetër për shembull, tash fillojnë mujt si konsideronin ata, dhe vinë viti tjetër, ndodhin disa ndodhija të mëdha, cila është më jashtëzakonshme, më e madhe, më tronditse pra për atë vit, ashtu e kanë quajtur edhe vitin. Ky ka qenë kalendari i arabëve. Andaj edhe nuk kanë pas me numra, do me thonë siç është tash, pas saktimit të Omerit radiallahu anhu. Edhe Omeri radiallahu anhu i tuboi pjesëtarët e Bedrit dhe disa sahabë tjerë të mëdhej të rëndësishëm dhe ju tha se është shfaq nevoja pra që ta caktojmë një start faktikisht, sepse vitet ecin, numrohen, mirë po duhet ta caktojmë një start. Prej kur do t'i caktojmë, do t'i shkruajmë dhe do t'i njehim pra ndodhit që ka ndodhur në shtetin Islam dhe në historinë e muslimanëve. Shumë prej muslimanëve caktuan data, pra disa thanë çlirimi i Mekës, disa thanë vdekja e pejgamberit alayhis salam, e kështu me radhë, disa thanë viti i lindjes të pejgamberit alayhis salam, pra ngjajshëm me krishterët të cilët e kanë sipas lindjes së Isaut alayhis salam. Disa të tjerë thanë që ta përdorin një sistem të ngjajshëm me persianët,
Mirë po Omeri radiallahu anhu më shumë ti pëlqeu propozimi sipas hijretit, pra. Sipas vitit kur pejgamberi alayhis salam prej Mekë shkoi në Medinë për të bërë hijret. Ky propozim i pëlqeu më shumë ti Omerit radiallahu anhu, sepse tha, në këtë vit është ndarë e vërteta nga e kota. Sepse më herët kena qenë bashkë me mushrikët, në këtë vit jena ndarë prej tyre, e kena formuar shtetin islam, dhe prej këtij momenti islami ka filluar të përhapet më shumë se më herët. Andaj këtë e pasi më të arsyeshme që t'jetë si fillim, si start i viteve të muslimanëve, pra viti i hijretit. Atëherë kur ka ndodhur hijreti, dihet hijreti kishte disa vite që kishte ndodhur, më shumë se 4-15 vite ndoshta. Mirë po ato vite tjera do t'i numronin, do t'i caktonin, nuk ishte problem, domethënë ajo, sepse vitet diheshin. Faktikisht diheshin, vetëm se nuk numroheshin në këtë formë. Andaj dhe kështu vendosën me ixhman e muslimanëve. Dhe këtë përmendim sepse disa mund thonë që t'i argumentojnë ato, për shembull, shpikjet, risit që i bëjnë fe, mund të argumentojnë me ndonjë rast të ngjashëm nga historia e sahabëve, ose me tubimin e Kur'anit në formë të librit, ose me caktimin e kalendarit sipas hijretit, do më thonë Omeri radiallahu anhu që e ka bërë, ose me caktimin e taravive me xhamat që i ka caktuar Omeri radiallahu anhu. Mirë po këto nuk janë argument për shpikjet në fe, sepse gjitha këto gjëra janë bërë në kohën e pejgamberit alayhis salam. Omeri radiallahu nuk solli asgjë të re. Hijreti kishte ndodhur si ndodhi dhe muajt ishin pa ato muaj, do të thonë 12 muaj hënor, të cilët i përdorte pejgamberi alayhis salam, dhe për ibadetet që bëheshin përdorej shikimi i hanës, dhe shikimi i hanës përdorej për përfundimin e atyre ibadeteve, qoftë për fillimin e haxhit, qoftë për fillimin e agjerimit e kështu me radhë. Të gjitha këto gjëra ishin, pra, vetëm se ishin. Omeri radiallahu nuk shtoi asgjë të re, vetëm se në aspektin në aspektin administrativ të shtetit vet e caktoi, pra, numrimin e viteve, nuk solli diçka të re. Edhe tubimi i Kur'anit, pra, se më herët Kur'ani ka qenë i shkruar, i tërë Kur'ani. Mirë po në kohën e Abu Bekrit është tubuar në një vend, edhe në kohën e Uthmanit është bërë në formë të librit. Nuk ka sjell Uthmani diçka të re. Kurani vetëm se ka ekzistuar, mirë po në metoda pak më të vjetra, pra në për lëkura, në për pllakat, holla të gurit apo drurit. Mirë po ka qenë shkruar, ka ekzistuar si vepër. Edhe taravia, pejgamberi alayhis salam taravin një herë e fali me shokët e vet. Pra dol në xhami që ta fal taravin. Dhe kështu vazhdoi disa ditë me radhë derisa u shtua xhamati. Pastaj e la pejgamberi alayhis salam këtë vepër, sepse nga frika se mos bëhet obligim. Nga frika se mos ju bëhet obligim muslimanëve. Mirë po kjo frikë më nuk, si shton dietarët, nuk ekzistonte në kohën e Omerit radiallahu anhu. Andaj Omeri përsëri u bëri obligim muslimanëve që me një imam t'i falin taravit në xhami, pra që të bohen rreth një imami, dhe mos falen tek tuk, pra në shumë vende veç e veç po t'jetë me një imam. Andaj kjo nuk është asesi argument për shpikjen e bidateve të cilat janë risi në fe dhe nuk kanë bazë në fe. Kjo ishte sa i përket vitit, se si do ta fillojnë vitin, pra vendosën që t'jetë në bazë të hijretit. Ndërsa sa i përket muajt, prej cilit muaj do të fillojnë. Sepse muajt ekzistonin, tham, 12 muaj madje dihet cilët janë muajt el-Ashhurul Hurum, që i quan Allah subhanahu wa taala në Kur'an muajt e shenjtë, të gjitha këto diheshin. Mirë po tash këtë kalendar që do ta fillojë Omeri radiallahu anhu, prej cilit muaj do t'ja nisë. Muajt janë, ekzistojnë, mirë po cilin do ta vendosim tash zyrtarisht muaji i parë. Muaji i parë, pra me cilin fillon viti, zyrtarisht për aspekt administrativ, do më thonë. Edhe për këtë pat disa mendime. Mirë po, mendimi që më shumë ti i pëlqeu Omerit radiallahu anhu ishte që të vendoset në Muharrem. Muharrem, muaji i cili vjen pra pas Dhulhijhes, sepse tha në këtë muaj haxhilerët kthehen prej Mekë.
Muaji Dhul-Hijja është muaji në cilin jemi tash, domethënë. Ndërsa Muharram është muaji i cili vjen pas këtij muaji. Dhe Omeri radiallahu anhu tha, haxhi është shtylla e 5 e Islamit. Ndërsa haxhi kryhet në këtë muaj. Më thonë këtë muaj përmblidhen, përmbushen 5 shtyllat e Islamit brenda vitit, veprohen. Agjerimi bëhet 3 muaj më herët, muajin e 9, pra muaj Ramazan. Zeqati jepet brenda kësaj dhe në fund haxhi bëhet muajin Dhul-Hijja, 3 muaj pas Ramazanit. Andaj tha me këtë do ta përfundojmë vitin me këtë muaj, sepse me këtë muaj përmbyllen 5 shtyllat e Islamit. Me këtë muaj përmbyllen 5 shtyllat e Islamit. Dhe kështu ndodhi, pra në pikat shkurtra, kjo është në aspektin historik të ngjarjes. E pa në të arsyeshme të nevojshme që ndodh një gjë e tillë, Omeri radiallahu anhu e pranoi propozimin e sahabëve dhe kjo ndodhi me ixhman e muslimanëve. Dhe vepra e sahabëve, e 4 halifeve të drejtë, dhe po ashtu ixhmaja e muslimanëve janë argumente sheriatike në vete që miren për bazë, domethënë. Janë argumente sheriatike në vete. Sepse nuk ka mundësi që muslimanët të tubohen në një gjë që është gabim, nuk ka mundësi. Kjo pra është në esencë, nëse pajtohen muslimanët për një çështje. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk tubohet umeti im në dalalet. S'ka mundësi që umeti im, gjithë muslimanët ta kenë një mendim me ai tjetër i gabuar. Sepse Allah subhanahu wa taala çdo herë në një pjesë prej tyre do ta lëshoj pra hakun apo do t'i frymëzoj që t'i përmbahen hakut. Andaj në momentin kur gjithë muslimanët pajtohen për një çështje, kjo e tregon se patjetër haku tjetë në mesin e tyre. Dhe kjo është për shumë mesele. Për shumë mesele, pra ixhmaja është argument sheriatik. Është argument sheriatik dhe argumentet për këtë janë të shumta. Mirë po ashtu edhe si vepër e Omerit radiallahu anhu, kemi argumente në sheriat që duhet pasuar, sepse pejgamberi alayhis salam ka thënë: Aleikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin. Pasojeni sunnetin tim dhe sunnetin e 4 halifeve të drejtë. Pra jemi të urdhëruar që ta pasojmë sunnetin e 4 halifeve të drejtë. Dhe këtë e ka thënë pejgamberi alayhis salam sepse nuk ka mundësi që 4 halifet e drejtë të vendosin për një çështje e ajo të jetë gabim. Nuk ka mundësi për një çështje që i përket gjithë umetit, pra ta vendosin dhe e tjetë gabim, sepse ata kanë vendosur në prani gjithë dietarëve, janë konsultuar, dhe kur kanë vendos të gjithë sahabët e mëdhenj dhe gjithë dietarët, andaj kjo ka qenë edhe një farlloj ixhmaje, pra janë pajtuar të gjithë për këtë vepër.